Para se të fillojmë që të na mbështesni ne, bëni like dhe aktivizoni zilën. Imagjino kur regjistri yt të jepet nga e djathta dhe ti hyn në xhenet dhe dita jote e parë në xhenet fillon. Ty të thuhet që edhe personi në nivelin më të ulët të xhenetit i jepen 10 botë. Tani, ndjeje këtë, çfarë të jepet ty? 70.000 dhoma dhe në çdo dhomë 70.000 bekime të ndryshme po të presin. Ushqimet e para që ha në xhenet, engjëjt që takon dhe gilman pemët misterioze të fshehura thellë brenda xhenetit dhe njerëzit që takon atje, siç përshkruen në Kur'an dhe Hadith. 7 nivele të ndryshme të xhenetit, bekime të ndryshëm në çdo nivel, bukuri të ndryshme në çdo fazë dhe bekimin më të madh të shohësh Allahun, Zotin e të gjitha botëve, krijuesin e çdo gjëje. Mbi të gjithë bekimet e xhenetit, momenti i përmbushjes së plot, momenti kur robi e sheh Zotin e tij. Por si do të jetë kjo e mundur? Përgjigjja e kësaj pyetjeje është e fshehur në udhëtimin e natës së Mirazhit, sekretet e xhenetit që do të trondisin shpirtin tënd. Përpara se të fillojmë, një kujtesë e vogël. Për të mos humbur video si kjo, pajtohuni në kanal dhe mos harroni të pëlqeni videon që të arrijë më shumë njerëz. Nëse jeni gati, le të fillojmë. Një ditë radha jote do të vijë, toka do të thërras, gjuha do të heshtet, zemra do të ndalojë rrahjen dhe fryma që Allahu e fryu në shpirt do të mbarojë në trup. Por shpirti nuk do të ndalet, do të shkojë në një vend që nuk e njeh, në një botë që nuk e ka parë kurrë. Së pari do të shkojë në berzah. Pasi të qëndrojë atje për një kohë, suri do të fryhet, dita e gjykimit do të vijë, bota do të shembet, qielli do të qahet, edhe engjëjt do të vdesin. Suri fryhet për herën e dytë, pastaj shpirti do të kthehet përsëri në trup dhe do të shkojë në fushën e mahsherit. Miliarda njerëz, ata para nesh dhe ata pas nesh, të gjithë së bashku, dita e llogarisë. Asnjë person i vetëm nuk do të harrohet. Në këtë kufi ku jeta e përjetshme fillon, frika do të rrethojë jo besimtarët, sepse dita që dëgjuan, por asnjëherë nuk besuan në të, ka ardhur më në fund. Pastaj dosjet do të jepen. Edhe vepra më e vogël është shkruar. Shumë njerëz do të tronditen, por do të kujtojnë gjithçka. Disa do ta marrin dosjen e tyre nga e djarta, disa nga e majta dhe disa nga pas shpinave të tyre. Në atë moment nuk do të ketë kthim. Por për njerëzit e xhenetit nuk ka frikë. Tani mendoje me mëshirën e Allahut, ti je ndër ata që meritojnë xheneti. Ajo ditë e madhe ka ardhur, ti je te porta e xhenetit. Paqja e përjetshme është vetëm disa hapa larg. Por para se të hysh, ka një lumë. Uji i tij është i veçantë, pastron. Çdo gjurmë e jetës së dynjas do të fshihet, çdo emet do të zhduket, dobësit, ndjenjat e këqija, asnjë prej tyre nuk do të mbetet, asnjë mustaq, asnjë mjekër, asnjë qim trupi, një gjendje e re dhe një fillim i ri. Njerëzit e xhenetit do të hynë në formën e babait të tyre Ademit, 33 vjeç, pa mjekra dhe me surme në sytë e tyre. Kjo u raportua nga Resulullahu në një hadith të transmetuar nga Tirmidhiu. Pastaj ka një burim, ujë qartë, pastër, do të pish prej tij, ndërsa pi do të pastrohesh, ndërsa pi do të ndihesh më i lehtë. Tani je gati. Dikush është duke qëndruar te porta, një engjëll. Emri i tij është Ridvani. Ai mban çelsin, ai është caktuar, por së pari duhet pyesësh cila portë. Kam 8 porta, secila është një rrugë ndryshme, secila një mëshirë ndryshme. Fillojmë t'i hapim një nga një. Porta e parë, porta e namazit, hapet për ata që nuk e braktisën namaz në botë, ata që i rezistuan kohës, ata që qëndruan para Zotit të tyre edhe kur ishin të lodhur, edhe kur ishin në vështirësi, shpirtrat që zgjuan nga gjumi, që u përkulën në seçde në errësirën e natës. Kjo portë i pret ata. Pastaj shfaqet një portë tjetër, Rejan, porta e atyre që agjëruan. Ajo hapet për ata që qëndruan të uritur dhe të etur gjatë ditëve të Ramazanit, për ata që e kthyen urinë në dhurim, për ata që e duruan etjen për Allahun. Nga kjo portë hyn njerëz me fytyra të ndritshme, një hap përpara. Porta e sadakës, porta e atyre që sqodhen të japin në vend që të mbahen, jo vetëm për të pasurit. Kjo portë është për çdo që japi për hir të Allahut, edhe nëse ishte pak. Një kohë japën pasuri, në një kohë tjetër kohë, në një kohë tjetër përpjekje. Është porta e bujarëve. Kjo është porta e bujarëve.
Pas kësaj porta e xhihadit, për ata që luftuan për të vërtetën, jo vetëm në betejë, por me fjalë, me durim, me qëndrim të fortë në anën e drejtësisë. Një portë tjetër hapet, porta e haxhit, për ata që djersitën në rrugët e Mekës, për ata që hoqën botën nga zemrat e tyre ndërsa vishnin ihram, për ata që plotësuan atë udhëtim. Pastaj një nga portat më të vështira, Kazimina El Gaidh, porta e atyre që gëlltitën zemërimin e tyre, ata që u kontrolluan edhe në momentet më të rënda, ata që zgjodhen faljen në vend të hakmarrjes. Një portë tjetër, porta Arman, për ata që hynë pa u pyetur, atyre që u jepet mbrojtje e veçantë nga Allahu, ata kalojnë nëpër këtë portë në heshtje. Dhe porta e fundit, porta e dhikrit, për ata zemrat e të cilëve rrahin me Allahun, për ata që nuk e harruan Zotin e tyre kur ishin vetëm ose në turm. Por dije këtë mirë, ajo që ne e quajmë portë nuk është si portat e kësaj bote. Këto emra janë për të kuptuar. Çdo imazh që shikon është një përfaqësim. Realiteti është shumë më i madh se ajo që mendja njerëzore mund të mbajë, shumë ndryshe. Tani të gjithë qëndrojnë përpara portës së tyre. Pritja përfundon, është koha për të hyrë. Kur porta e xhenetit fillon të hapet, një fllad i butë i ngrohtë prek fytyrën tënde, një erë që nuk e ke ndier kurrë më parë. Dhe ai erë prek shpirtin, kaq i bukur sa gati të bën të fikesh. Parfumet më të shtrenjta të botës nuk mund të krahasohen me të. Ajri nuk është as i nxehtë as i ftohtë, është i butë, i qetë, paqësor. Çdo gjë e rëndë është hequr nga brenda teje, asnjë dhimbje, asnjë keqardhje, asnjë trishtim, asnjë dyshim. Mbetet vetëm karakteri mirë. Dhe jepet një gjendje e veçantë për të ndjerë bekimet e xhenetit në nivelin më të lartë. Dhe në më fund, ti hyn në xhenet, je në shtëpi. Resulullahu e përshkroi xhenetin që pa gjatë miraxhit kështu. Për ty ka jetë, nuk do të vdesësh kurrë më. Për ty ka shëndet, nuk do të sëmuresh kurrë më. Për ty ka rini, nuk do të plakesh kurrë më. Për ty ka lumturi, nuk do të jesh kurrë më i trishtuar. Ti hyn në xhenet duke ndjekur profetin tënd, dhe ajo që shikon brenda asnjë sy nuk ka parë kurrë, asnjë vesh nuk ka dëgjuar kurrë, asnjë mendje nuk e ka imagjinuar kurrë. Është një botë plotësisht e ndryshme. Dhe në atë moment, engjëjt e Allahut të mirëpresin. Ka paqe në fytyrat e tyre dhe siguri në zërat e tyre. Ata thonë: "Salamun aleikum, mirë se vini, hyni dhe qëndroni këtu për gjithmonë." Pritja ka mbaruar. Së pari të jepen pallate me kopshte dhe pishin, të qeta, hapsinose. Kudo që shohin sytë e tu ka paqe. Pastaj çfarëdo që dëshiron zemra jote, çfarë dëshirove në botë por nuk e pate kurrë, çfarë ëndër mbeti e papërfunduar, e gjitha jo vendoset para teje, e plot dhe e përsosur. Ky është një mbretëri ku nuk ka trishtim, ku frika nuk vjen kurrë, ku plakja dhe konsumimi janë të panjohur. Gjithë bukuria që njeh ekziston atje, dhe ajo që nuk e njeh është shumë më e madhe. E gjithë e keqja që njeh nuk ekziston atje, dhe ajo që nuk e njeh nuk u krijua kurrë. Vendosesh në shtëpitë tua të ndërtuara nga tulla ari dhe argjendi, llaç i bërë nga mysk, guralec prej perlash dhe rubinish, tokë parfumuar me shafran. Ndihet sikur je kthyer në vendin kur u krijua për herë të parë. Ajo pamje të kaplon syt, ajo erë unike të mbush me çudi. Në atë moment, engjëjt ruajtër afrohen, një rob duke kaluar momentet e tij të para në xhenet, dhe ata pyesin: "Çfarë dëshiron?" Robi thot: "Kam parë bekimet dhe bujarinë e Zotit tim, më lëri të shkoj atje dhe ta shijoj pak më shumë." Engjëjt buzëqeshin. Ata thonë: "Këto janë vetëm përgatitje. Çfarë ke parë ende? Do të jepen bekime shumë më të mëdha se këto." Robi ecën, shkon pak më tej. Një pallat ngrihet para tij i bërë tërësisht nga ari i pastër, balkonet e tij të dekoruara me perla, ndërsa vjen më afër vëren shërbëtor si perla të shpërndarur që e mirëpresin. Në enat e tyre en argjendi, kupa goldi. Japin selam dhe ai e kthen selamin. Dëshiron të qëndrojë në këtë vend, por engjëjt ruajtur flasin përsëri: "Ka bekime më të mëdha se këto. Ec, vazhdo." Ai ecën më tej, dhe kësaj radhe një pallat rubinesh të kuqe të thellë shfaqet para tij, kaq i ndritshëm, kaq i pastër, sa kur shikon nga anë mund të shohësh brenda. Ai hyn dhe sheh 70.000 dhoma të veçanta, secila me një bukuri të ndryshme. Qenia njerëzore mbindet si në trup ashtu edhe në shpirt. Në çdo dhomë tabai plot me bekime janë vendosur para tij, fruta, mish, pije, të gjitha të përgatitura në mënyrë të përsosur nga Zoti i tij. Dhe robi kupton, kjo nuk është vetëm një shpërblim, kjo është një dhuratë e pafund. Shtrini dorën tënde,
momentin që prek frutin që këput nga dega, një ndjesi zgjohet në majat e gishtave të tu që nuk e ke ndjerë kur më parë. Një kafshim, në mendjen tënde shfaqen shijet më të mira që dashurove në botë, por kjo është dryshe, përtej të gjitha shijeve të kësaj bote, e re, e fuqishme, tronditur shpirtin. Pastaj një glënke nga ai lumi qartë, ndërsa uji kalon poshtë në fyt, një vale pastër lumturie përhapet në vendin më të thellë të zemrës sate, sikur një peshë tjetër hiqet butësisht nga brenda teje. Në atë moment të eksakt, ajo portë madhështore hapet, në heshtje. Fryma jote ndalon, sytë tu mbushen me gëzim. Ata po vinë, ata që ke munguar ndërsa ishin nën tokë për vite, nëna jote, babai jot, bashkëshorti, fëmijët e tu. Por jo si që ishin në botë, jo të lodhur, jo të konsumuar. Ata hyjnë në formë të përsosur, dritë që lëshon nga fytyrat e tyre, me buzëqeshje të qeta. Nuk je vetëm, besimtarët që ecin të njëjtën rrugë si ti janë pranë teje, së bashku ecni rrugët e xhenetit. Ky është një mbretëri me pafund në pamje. Gjithçka e përgatitur nga Allahu për ty, pallate, kështjella, pemë, rumenj, bekime të panumërta. Je veshur me rrobat e xhenetit të vendosura mbi ty nga engjëjt, jo rroba të zakonshme, me ngjyrë jeshile, mëndaf shilesht, satini i endur hender, 70 shtresa, çdo shtresë dekoruar me ngjyra të ndryshme. Rrethinat si një festë e madhe, qetë, paqësor, shërbëtor të panumërt që ndrojnë gati për të shërbyer, dhe je ende në admirim. Çfarë do të bëjmë? Ku do të shkojmë? Mendon. Pastaj papritmas, në një vend të dukshëm nga xheneti dhe nga xhehenemi, sillet një dash me një ceremoni të madhe. Por ky dash nuk është si asnjë gjë që nje, sepse nuk është me të vërtet një dash. Ka një emër, vdekja. Pastaj një zë ngrihet që bën zemra të dridhesh. O njerëz të xhenetit, e dini kush është ky? Njerëzit e xhenetit ngren hokat e tyre dhe përgjigjen së bashku. Bele, ky është vdekja. Pastaj njëjti zë pyet, o njerëz të xhehenemit, e dini kush është ky? Ata ngren hokat e tyre dhe thonë, bele, ky është vdekja. Pastaj jepet urdhri, dashi therret, që do të thotë vdekja vritet, dhe në atë moment një thirrje këmbon, o njerëz të xhenetit, ju do të jetoni në xhenet për gjithmonë, nuk ka vdekje. O njerëz të xhehenemit, ju gjithashtu jeni të përjetshëm, nuk ka vdekje. Vdekja nuk ekziston më, as një sëmundje, as një lodhje, as një fund. Do të jetoni për gjithmonë, do të qëndroni i ri, do të mbeteni në bekim për gjithmonë. Çfarë është dhimbja? Çfarë është shqetësimi? Nuk do t'i rikujtoni as, sepse nga ky moment e tutje, për njerëzit e xhenetit, koha është koha e lumturisë dhe paqes së pafund. Perëndimi ka filluar. Por çfarë ndodh me dashurinë? Çfarë ndodh me dashuritë që u lanë të papërfunduara në botë? Shiko, dy duar mbajnë njëra tjetrën. Nëse ishe i martuar në botë dhe të dy hynin nëpër këtë portë, ajo lidhje rindërtohet, por këtë herë nuk ka frikë, asnjë mundësi ndarjeje. Shikoheni njëri tjetrin. Të gjitha debatet, të gjitha lëndimet, të gjitha zhgënjimet u varrosën nën tokën e botës. Këtu ka vetëm dashuri të pastër, dashuri të qartë, një dashuri që rritet çdo moment pafundësisht. Këtu edhe rregullat janë të ndryshme. Kushdo që ka nivelin më të lartë shpirtëror, me hirin e Allahut, e tërheq tjetrin deri në atë nivel. Namazi i tij, durimi i tij, veprat e tij të mira ngren edhe tjetrin. Takoheni në të njëjtin nivel, në të njëjtën përjetësi. Kjo është arsyeja pse çdo namaz i falur në botë, çdo vepër e mirë e bërë, çdo shpërblim i fituar, nuk ngriti vetëm ty, e ngriti edhe bashkëshortin tënd. Në xhenet nuk ka fjalë lodhse. Në xhenet ka vetëm dashuri dhe dashuri të pastër. Ka dashamir të vërtet që do të duan njëri tjetrin përgjithmonë dhe dashuria mes tyre vazhdon të rritet çdo moment. Dhe një sekret tjetër. Bukuria në xhenet nuk është e fiksuar. Bashkëshortët bëhen më të bukur përsëri e përsëri. Kur del dhe kthehet, gjen bashkëshortin tënd edhe më të bukur. Ata të shikojnë dhe thonë të njëjtën gjë. Të gjej edhe më të bukur tani. Dhe gratë, ato bëhen kaq të bukura, sa për bashkëshortet e tyre janë më të bukura se hurit më të bukura. Por çfarë ndodh me ata që ishin vetëm? Ata që nuk gjetën kurrë pjesën e tyre në botë, ata që nuk shijuan kurrë paqe në martesë, zemrat e të cilëve u thanë: a mendon se Allahu do të harronte? Kurrë. Këtu dikush i krijuar veçanërisht për ty, do të jepet. Momenti që shikon në sytë e tyre, zemra jote do të përshpërit.
Kjo është pjesa që mungon që shpirti im po kërkonte. Ata do të mbajnë dorën tënde dhe drejt horizontit të përjetësisë do të ecni së bashku, të plot më në fund. Më të bukur se çdo fytyrë që mund të imagjinosh sot. Allahu nuk lë askënd të paplot. Ecni, thuani, harroni gravitetin. Ky trup nuk është më ai burgu i rënd i mishit. Mbajnë mend shpirtin tënd në botë, mund të mbyllësh zyt dhe të imagjinosh Londrën ose Tokion në 1 sekondë apo jo. Në xhenet, ajo imagjinat bëhet realitet fizik. Trupi yt tani vëviz me shpejtësinë e shpirtit tënd, me shpejtësinë e mendimit, më shpejt se drita. Mund të fluturosh lirshëm si një zog, një moment në majën e një mali, momentin tjetër në kopshtin e pallatit tënd si një xhevahir. Burgu i trupit është zhdukur, je i lirë. Ec nëse dëshiron, fluturoni nëse dëshironi. Shfaquni kudo që dëshironi. Po, njerëzit e xhenetit do të fluturojnë si zogjt. Dhe vetmia, sëmundja më e madhe e botës, këtu nuk ekziston më. Shiko tryezat, me kë je ulur, me kë po ha dhe pin. Jo vetëm familja jote, jo vetëm miqtë e tu. Profetët janë atje, nga Ademi alayhi salam te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sahabët janë atje. Dëgjon historitë e tyre nga buzët e tyre, të dashurit e tu, miqtë e tu, njerëzit e mëdhenj të drejtë të historisë. Biseda nuk përfundon kurrë, ngrohtësia nuk shuhet kurrë. Ashtu si njerëzit gëzojnë tubime miqësore në botë, atje është shumë më e madhe. Gostit nuk mbarojnë kurrë. Mund të flisni me disa njerëz në të njëjtin moment dhe t'i dëgjoni të gjithë në të njëjtin moment. Është thënë edhe nga dietarët islam që mund të jesh në më shumë se një vend në të njëjtin moment dhe të hash ushqime të ndryshme nga pjata të ndryshme në të njëjtin moment. Mendoje diçka tillë. Nuk shfaqet edhe si imagjinat në librat e vjetër, jo në filmat e shkencës fantastike, jo në planet e ardhshme të futuristëve. Këto janë vërteta që i dim nga feja e vërtetë e islamit, i shpjeguar më shumë se 14 vjet më parë nga profetët e mëdhenj. Kush e di çfarë tjetër do të dëgjojmë dhe do të mësojmë në ato tryeza, dhe si shpirtrat tanë do të mbushen me kënaqësi. Shikon historitë e sahabëve në këtë kanal, shikon video për profetët në kanalet islame dhe nëse hyn në xhenet, do t'i dëgjosh këto histori drejt për drejt nga gjuhët e tyre me të gjitha detajet e tyre. Nuk do të lodhesh të pyetësh ku është burimi, sepse do ta dëgjosh nga vetë burimi. Dhe në xhenet nuk do të ndihesh më vetmi, braktisje ose lënë mënanjës. Të huajt e sotëm, të shtypurit, të varfrit, të sëmurit, të burgosurit, ata që u shtyn mënanjës, atë ditë do të shikojnë pas dhe do të thonë, çfarë ishin ato ditë gjithajsi. Zoti më dha miq të tillë, bekim të tillë, sa edhe sikur të isha vuajtur më keq në botë, do të isha përsëri i kënaqur. Dhe një mrekulli e fundit. Kurdo që dëshiron do të jesh në gjendje të rijetosh momentet e bukura të jetës tënde të kësaj bote. Kohët e ëmbla që kalove me të dashurit e tu, si të shikonte një film të gjallë, por pa pimb, pa trishtim, vetëm duke thënë, wow, kaluam për mesaj dhe mbërritëm. Do të kthehesh në çdo moment që dëshiron, ndoshta në fëmijërinë tënde, ndjen gjithçka përsëri, edhe ndjesinë e prekjes. Ndonjëherë momenti që takove për herë të parë bashkëshortin tënd, momenti që lindi fëmia jot, hera e parë që fëmia jot tha nën ose baba, mandje edhe momente nga rinia dhe fëmijëria e nënës sote. Do të rijetosh skenat që zgjedh, jo si një film që shikon, por si një jetë ku hyn dhe jeton përsëri. Të gjitha ato kohë për të cilat ishim kurioz, ato nuk do të jenë më shkencë fantastike. Edhe një herë, Allahu i akordon këtyre robërve të tij dhe shumë bekime të Allahut të fshehtë, sekret apo të pamundur të kuptuar sot, po na presin atje. Çfarë do të ham në xhenet? Çfarë do të pim? Kjo është një nga pyetjet e para që vjen në mendjen njerëzore, sepse në botë jeta fillon me ushqimin, forca vjen nga ngrënia, mbajtja gjallë varet nga ajo. Por në xhenet asgjë nuk është një nevojë. Kur hyn në xhenet, bekimi që do të hahet e para është mëlçia e një balene të madhe. Resulullahi sallallahu alaihi wasallam përmendi në një hadith mëlçinë e peshkut që gëlltiti profetin Yunus. Kjo përshkruhet si një nga ofertat e para në xhenet. Në xhenet ngrënia nuk është një nevojë, nuk urisesh, nuk dobësohesh, ha vetëm për kënaqësi. Dhe kur ha, e shijon në një mënyrë që nuk e ke njohur më parë në botë. Nuk ka gatim, as një përgatitje, as një pritje. Vetëm dëshiron për të dhe shfaqet para teje me njëherë. Çfarëdo që dëshiron do ta gjesh.
Kur përshkruhen bekimet e xhenetit në Kur'an dhe hadith, dëgjojmë për shumë gjëra: mish, veçanërisht mish i zogjve, fruta si shega, rush, qershi, banane, hurma dhe pije të shërbyera në kupa me ar, qumësht, miel, ujë, kamfur, tasnim. Por këto janë vetëm emra, sepse shija e tyre nuk i ngjan asnjë gjëje në botë. Ato janë shumë më të veçanta, shumë më të shijshme, shumë më të përsosura. Njerëzit e xhenetit përfitojnë nga këto bekime megjithatë duan përgjithmonë. Raportohet se lëvoret e frutave të xhenetit janë transparente. Merr një kapshim nga një frut dhe menjëherë tjetri shfaqet në vendin e tij. Nuk ka ulje, asnjë mbarim. Dhe shija është ndryshe nga çdo gjë që ke shijuar ndonjëherë në botë. Në tryezat e xhenetit, pjatat e mishit janë gjithmonë gati, veçanërisht mishi i zogjve. Kurdo që e dëshiron, vendoset para teje menjëherë. Asa përpijet, ato nuk shkaktojnë ndehje, por sjellin gëzim, sjellin leftësi, zgjerojnë zemrën. Shijat dhe ndjesitë e këtyre bekimeve japin një kënaqësi më të madhe se çdo gjë që ke ndjerë ndonjëherë më parë. Të pakufizuar. Dhe megjithatë ka diçka interesante. Në xhenet nuk ka nevojë për tualet, sepse trupi nuk është më si trupi i kësaj bote. Gjithçka është në ekuilibër të përsosur. Dhe këtu duhet të ndalemi dhe të realizojmë diçka të rëndësishme. Ne përpiqemi ta kuptojmë xhenetin vetëm aq sa na përshkruhet, por në realitet është shumë përtej kufive të imagjinatës sonë. Ka pika që mendja njerëzore nuk mund t'i arrijë. Tani po përpiqemi të kuptojmë me inteligjencën tonë aktuale, perceptimin tonë aktual, por kjo inteligjencë ka kufi. Le t'jap një shembull. Mendo për një mace, ajo e njeh të Zotin, e di ushqimin e saj, mund të dallojë tingujt, por kur shikon një televizor, nuk mund të kuptojë kurrë për çfarë është, si funksionon ose pse u bë. Sado që të shpjegosh, nuk do ta kuptoj kurrë se çfarë është me të vërtetë një televizor, sepse kapaciteti i saj është i kufizuar. Peshqet në një akuarium janë të ngjashëm, ndërsa janë të zënë me ushqimin e tyre, nuk kanë ide për atë që po ndodh në botën e jashtme. Në të njëjtën mënyrë, ne qenjet njerëzore gjithashtu kemi kufi në kuptim. Kjo është arsyeja pse kur përpiqemi të kuptojmë jetën pas kësaj bote, në një pikë godasim një mur. Nuk mund ta kuptojmë plotësisht Allahun, nuk mund t'i kuptojmë plotësisht engjujt dhe nuk mund të kuptojmë shumë realitete të padukshme. Por lajmi i mirë është ky. Në xhenet ky kufizim hiqet. Një lloj tjetër ndërgjegjësimi fillon. Mendjet tona janë në një kuptim të përditësuar. Veli mbi sytë tanë ngrihet dhe perceptimi ynë ngrihet në një nivel plotësisht të ndryshëm. Tani, truri ynë funksionon nëpërmjet kundërshtash, e drejtë dhe e gabuar, e bukur dhe e shëmtuar, trishtim dhe lumturi. Në xhenet ky sistem ndryshon. Disa ndjenja janë fshirë plotësisht. Allahu heq trishtimin, pikëllimin dhe ndjenjën e dhimbjes plotësisht nga qenja jonë. Do ta harrojmë madje që ndjenja të tilla ekzistuan ndonjëherë. Kështu që në xhenet nuk ka pakënaqësi, nuk ka trishtim. Në këtë mënyrë është e ngjashme me gjendjen e engjujve. Ashtu si engjëjt nuk përjetojnë trishtim, ne nuk do ta përjetojmë as. Ne qenjet njerëzore do të jetojnë vetëm me lumturi, vetëm me paqe, vetëm me gëzim. Disa njerëz mund të mendojnë, nëse një person është gjithmonë i lumtur, a nuk do të bëhej e mërzitshme pas një kohe? Por në xhenet nuk ka mërzitje, sepse kënaqësia që merr vazhdon të rritet çdo moment. Çdo moment është më i mirë se ai përpara. Kjo rritje nuk ndalet kurrë. Dhe çfarë ndodh me dhimbjen? Në këtë botë dhimbja është në të vërtetë një bekim, është një sistem paralajmërimi i trupit, na tregon se diçka nuk shkon mirë, sinjalizon rrezikun. Nëse dhimbja nuk do të ekzistonte, nuk do të vërenim shumë plag, nuk do të realizonim shumë smundje dhe mund të humbasim jetën tonë. Por në xhenet nuk ka vdekje, asnjë rrezik, asnjë dëm, kështu që nuk ka nevojë për dhimbje dhe kjo ndjenjë hiqet plotësisht nga ne. Ajo që mbetet është vetëm paqe, siguri dhe lumturi e pafund. Ky është xheneti. Ky është vendi përgatitur nga Allahu për robërit e tij. Dhe xheneti nuk është një vend i vetëm, është një botë që ngrihet në nivele, një përjetësi me shtresa, thellësi dhe grada, një udhëtim lart. Sipas transmetimeve nga Ibn Abasi, xheneti është mbërë nga 7 nivele, dhe çdo nivel është më i lartë, më i thellë dhe më afër se ai poshtë. Por mbi të gjitha këto nivele ka një maj, një qëllim, një pikë më të lartë, Firdeus, zemra e xhenetit. Është niveli më i lartë në gradë, është në vetë qendrën e xhenetit, vendi më i gjerë, më i çmuar, më i nderuar, dhe është pikërisht poshtë arshit, që do të thotë vendi më i afërt në xhenet me Allahun. Në hadith përmendet që Firdeus ka 4 seksione kryesore. Në 2 prej tyre gjithçka është mbërë nga ar, në 2 të tjerat gjithçka është mbërë nga argjend. Por ky ar dhe argjend nuk janë si ajo që dim në botë, ato janë si dritë,
si diçka e gjallë. Bukuria e tyre nuk shihet vetëm nga syt, por ndihet nga zemra. Resulullahi sallallahu alaihi wasallam dha një këshill shumë të qartë për sahabët e tij. Kërkoni nga Allahu për Firdeus, sepse ky vend nuk është një shpërblim i zakonshëm, është maja e robërisë. Në transmetime përshkruhet edhe distanca midis niveleve të xhenetit. Disa thonë se distanca është si një udhëtim për 100 vjetësh, të tjerë thonë 500 vjetësh. Kështu që ngritja në xhenet është ngritje e vërtet, është lartësimi i vërtet. Kështu që kush do të hyjë në Firdeus? Kurani jep një përgjigje të qartë: ata që besojnë dhe bëjnë vepra të drejta, por ka cilësi të veçanta që hapin rrugën për këtë vend më të lartë. Ata që falin namazin e tyre me përulësi, jo vetëm me trupat e tyre, por me zemrat e tyre. Ata që kthehen nga gjërat e votra dhe boshe, ata që nuk e ndotin kohën e tyre ose zemrat e tyre. Ata që japin zekatin, të cilët nuk mbërthehen kas pasurisë, por e lënë të rrjedh në rrugën e Allahut. Ata arrinte të varfrit, ndihmojnë ata që kanë nevojë, janë bujar, japin për Allahun. Ata që mbrojnë ndershmërinë e tyre, ata që i kontrollojnë dëshirat e tyre dhe që kanë bes të tyre dhe qëndrojnë besnik të premtimeve të tyre, ata që janë të besueshëm dhe ata që mbrojnë namazin e tyre vazhdimisht, plotësisht dhe me vetdije. Firdeus është për robërit si tillë, por xheneti nuk është vetëm Firdeus. Poshtë tij ka vende të tjera të bukura dhe të nderuara. Xheneti Edna, shtëpia përgatitur për profetët, të sinqertit, dëshmorët dhe besimtarët e drejtë, është plot me bukuri për te imagjinatës. Lumenjt rrjedhin poshtë tij, engjujt përshëndesin besimtarët dhe atyre u thuhet: beso, sepse ishit të durueshëm, keni sukses. Xheneti Naim, Naim do të thotë bekim. Në Kur'an përshkruhet si një xhenet plot me komoditet dhe bekime. Gjithçka që besimtarët dëshirojnë është atje, dhe me hirin e Allahut, ata jetojnë në lumturi të përjetshme. Darul Huld, shtëpia e qëndrimit të përjetshëm, asnjë frikë, asnjë trishtim, siguri e pafund, paqe e pafund. Besimtarët jetojnë këtu brenda, bekim që nuk mbarojnë kurrë. Xheneti Mekua, Mekua do të thotë streha, është një vend përgatitur specialisht për dëshmorët. Atyre u sigurohet ushqim nga vetë Allahu dhe jetojnë në gëzim të përjetshëm. Darus Selam, shtëpia e paqes, larg nga çdo frikë, larg nga çdo e keqe, larg nga çdo trishtim, një botë e plot me paqe. Vetëm siguria ekziston atje, vetëm qetësia. Iliun, dhe një nga rekordet më të larta, Iliun, një vend shumë i lartë ku gjenden engjëj afër Allahut dhe besimtar të drejtë. Drita që përhapet nga fytyrat e atyre që janë atje ndriçon xhenetin. Kjo dritë nuk është shkëlqim, është shenja e afërsisë me Allahun. Ky është xheneti, një udhtim që ngrihet nivel pas niveli dhe të gjithë vendosen sipas besimit të tyre, veprave të tyre dhe qëllimit të tyre në botë. Por mos harroni këtë, mëshira e Allahut është mbi të gjitha këto nivele dhe ai ngrit këtë doj kudo që doj. Resulullahi sallallahu alaihi wasallam na tregoi për besimtarin e fundit që do të nxirret nga xhehenemi dhe do të lejohet të hyjë në xhenet. Ai e përshkroi kështu: kur gjithçka është përfunduar, kur Allahu ka përfunduar gjykimin e tij midis robërve të tij, nga njerëzit e xhehenemit, Allahu dëshiron të nxjerrë ata besimtarë që vdiqën me iman, ata që dëshmuan se nuk ka ilah përveç Allahut. Allahu urdhëron engjëjve: nxirrni ata. Engjëjt i nxjerrin të djegur, të përcëlluar, të zinjur. Ata nxirren nga xhehenemi në një gjendje të tmerrshme. Pastaj një ujë derdhet mbi ta, quhet uji i jetës, dhe në atë moment, ashtu si bimët e egra që rriten përsëri pas një përmbytjeje, ata papritmas vinë përsëri në jetë. Jeta u kthehet atyre. Një nga këta robër, fytyra e tij është ende e kthyer drejt xhehenemit, nxehtësia e zjarrit, era e rënd. Ai nuk mund ta duroj dhe lutet: o Zoti im, era e tij më helmoi, zjarri i tij më djeg, të lutem ktheje fytyrën time larg nga xhehenemi. Ai e përsërit këtë dua përsëri e përsëri. Më në fund Allahu thot: nëse të jap atë që kërkon, do të më kërkosh diçka tjetër? Robi përgjigjet: jo, për nderin tënd nuk do të kërkoj asgjë tjetër. Allahu ja kthen fytyrën larg nga xhehenemi. Kalon pa kohë, robi pret, ai është i durueshëm, por nuk mund të mbaj veten. Këtë herë thot: o Zoti im, më afro te porta e xhenetit. Allahu thot: a nuk premtove që nuk do të më kërkoje asgjë tjetër? Robi lutet përsëri, jep premtime përsëri, jep premtime përsëri, dhe Allahu e pranon edhe këtë kërkesë. Robi vjen më afër portës së xhenetit. Ai sheh atë që është brenda, dritën, bekimet, tingujt. Për një kohë qëndron në heshtje, por zemra e tij nuk mund ta durojë
dhe edhe njëherë lutet: "O Zoti im, më vendos brenda xhenetit tënd." Allahu thot: "A nuk premtove që nuk do të më kërkojë asgjë tjetër?" Këtë herë robi nuk mund të përgjigjet, mund vetëm të lutet, dhe pikërisht në këtë moment Allahu buzëqesh me të, që do të thot: "Allahu është i kënaqur me të." Dhe kur Allahu është i kënaqur, ai thot: "Hyni në xhennet." Robi hyn në xhennet, por Allahu nuk ndalet atje. Allahu i thot atij: "Kërko këtë gjithashtu, kërko atë gjithashtu." Allahu ja kujton bekime që nuk i kaluan kurrë në mendje, që nuk i dinte kurrë, që nuk mund t'i imagjinonte kurrë. Robi kërkon, pastaj kërkon përsëri dhe përsëri, më në fund dëshirat e tij arrin në fund. Pastaj Allahu thot: "E gjithë kjo është jotja dhe e njëjta sasi përsëri." Ebu Hurejra radiallahu anhu thot: "Ky person është i fundit që hyn në xhennet." Dhe Resulullahu sallallahu alaihi wasallam gjithashtu na informoi për këtë: besimtarët që hyn në xhehenem për shkak të mëkateve dhe gabimeve të tyre do të qëndrojnë atje për një kohë. Pastaj Allahu u jep atyre një lloj vdekjeje në mënyrë që të mos vuajnë më. Ata digjen derisa të bëhen si qymur. Pasi të kenë qëndruar atje aq sa Allahu dëshiron, ata nxirren nëpërmjet ndërmjetësimit. Ata hidhen në lumenjtë e xhennetit. Atje jeta u jepet atyre përsëri dhe ata kthehen përsëri në jetë. E gjithë kjo tregon një të vërtetë: mëshira e Allahut është më e madhe se dënimi i tij, dhe askush që vdes me iman nuk është i humbur për gjithmonë. Kjo është arsyeja pse hosa nuk humbet kurrë, dua nuk braktiset kurrë, dhe Allahu nuk harrohet kurrë. Dhe ta dim këtë qartë, edhe niveli i ulët i xhenetit, vendi dhënë për besimtarin më të vogël, është madhësia e 10 botëve, kështu që edhe ajo që quhet më pak, është më e gjerë se ajo që mendja njerëzore mund të imagjinojë. Kur shikon drejt pallateve të atyre që jetojnë në nivele më të larta, nuk mund t'i shohësh nga afër. Distanca është aq e madhe sa i shohësh sikur pash yjet në qiell, ndërsa jetoje në botë, larg, megjithatë të duke shkëlqyer dhe plot madhështi. Me kohën, ngadalë fillon të mësohesh me jetën e xhenetit. Tronditja zbeh, mahnitja kthehet në admirim të thellë. Rreth teje ecin shërbëtor të pavdekshëm, të rinj, të heshtur, të butë, gjithmonë gati, sikur ekzistojnë vetëm për ty. Ata gjejnë gëzim në të shërbyer ty. Kur i shikon, sytë e tu i shohin kështu, si perla të shpërndara kudo. Sa do të shikon, sheh një mbretëri të pafundme, nuk ka kufi të bekimeve, e gjitha është e plot, e gjitha është e ndritshme, e gjitha është e mbuluar me paqe. Huritë e mencionuara në Kur'an janë gjithashtu ndër bekimet goditëse të xhenetit. Ato janë përgatitur veçanërisht për robërit që ishin të durueshëm, që kontrolluan dëshirat e tyre, që qëndruan larg mëkateve. Ato janë krijuar për të kënaqur dhe për të shërbyer përpara bashkëshortëve të tyre. Asnjë njeri dhe asnjë xhin nuk i ka prekur kurrë. Ato janë krijuar aq në mënyrë unike, sa thuhet, nëse njëra prej tyre do të përshtynte në një det të botës, të gjitha oqeanet dhe detet në tokë do të ktheheshin nga uji i kripur në ujë të ëmbël. Por ta themi këtë shumë qartë, në xhenet askush nuk ndjen pakënaqësi, asnjë ndjesi mungese, asnjë shqetësim, asnjë dhimbje brendshme, dhe më e rëndësishmja, xhelozia nuk mund të hyjë në xhenet. Zemrat janë plotësisht të pastra, brendësitë janë të pastruar, të gjithë janë të kënaqur me gjendjen e tyre. Tani, çfarë ndodh me kafshët? Kjo është gjithashtu një pyetje për të cilën shumë njerëz habiten. A do të ketë kafsh në xhenet? Sipas burimeve islame, të gjitha kafshët që jetuan në botë do të kthehen në jetë në ditën e gjykimit. Ato do të marrin të drejtat e tyre nga njëri tjetri. Ai që u bënd pa drejtësi do të marrë drejtësi. Ai që shtypte do të përgjigjet. Pastaj, të gjitha ato do të kthehen përsëri në pluhur. Por ka përjashtime. Disa kafshë të veçanta terren në mbretërinë e përjetshme, që do të thotë xheneti. Këto nuk janë kafshë të zakonshme. Ato janë qenie që dëshmuan një histori hyjnore, që mbajtën një rol hyjnor. Disa prej tyre janë deveja e Resulullahut sallallahu alaihi wasallam, qeni i Ashabul Kehfit, që gjeti në shpellë për 309 vjet. Deveja e profetit Salih i dërguar te populli Themud, vrar padrejtësisht, sepse u tha që pi shumë ujë. Zogu Hupuj i profetit Sulejman dhe milingonja që foli në historinë e tij. Këto qenie nuk janë vetëm kafsh, ato janë dëshmitar, ato janë histori, ato janë mësime, dhe në xhennet gjithçka është në vendin e duhur. Të gjithë, çdo qenie vendoset ku i takon. Ky është xheneti, emri i një drejtësie të tillë, një mëshire të tillë dhe një përjetësie të tillë.
Në xhenet nuk do të ketë ngjarje natyrore siç i njohim në botë, asnjë hec të djegës, asnjë të ftoftë të ngrirëze, asnjë stuhi, asnjë trishtim. Në Kur'an kjo gjendje përshkruhet kështu, dhe ne do t'i vendosim ata në një hije ku nuk ka hec as të ftoft, por ekuilibër të përsosur. Kështu që ajri në xhenet nuk do të lodhë një person, do t'i përqafojë ata, as trupi, as shpirti nuk do të ndjejnë shqetësim, dhe gjumi që merr gati 1/3 e jetës sonë në botë nuk ekziston në xhenet. Ja, nuk ka gjumë atje. Resulullahu alayhi salatu wassalam tha: gjumi është gjysma e vdekjes, dhe në një vend ku vdekja nuk ekziston, gjumi nuk është më i nevojshëm. Në xhenet, koha nuk harxhohet duke fjetur. Jeta atje është e vazhdueshme dhe e plot, nuk bie në përsëritje. Çdo moment sjell bukuri të re, çdo moment sjell veprimtari të re, çdo moment sjell gëzim të freskët. Nuk ka mërzi, nuk ka një trajtësi, por përtej të gjitha këtyre, ka bekimin më të madh të xhenetit, dhuratën më të lartë, të shohësh Allahun. Në botë kjo nuk është e mundur, sepse ka një val mbi sytë tanë. Ai val na pengon ne. Pengon të shohim realitetin e vërtet. Por në xhenet ai vel ngrihet dhe ne bëhemi në gjendje të shohim atë që na krijua nga asgjëja me sytë tanë. Vjen një kohë, ndërsa njerëzit e xhenetit janë të zënë duke shijuar bekimet e pafund që u janë dhënë atyre, dhe një ditë në një kohë që korrespondon me të premten në botë, Allahu i thërret njerëzit e xhenetit në praninë e tij. Të gjithë njerëzit e xhenetit mblidhen në një luginë të gjerë të bërë nga myshku i bardhë. Kjo luginë është më e gjerë se çdo gjë që mund të krahasohet me të në botë. Ajri i saj është i mbushur me erën e myshkut, toka e saj shkëlqen si drita. Dhe pastaj vjen momenti, Zoti ynë manifestohet mbi kursinin e tij. Nga poshtë arshit ngrihen mimber si dritë. Ata janë të dekoruar me xhevahir, dritë, nur, rahmet, gjithçka është e rrethuar. Ata që kanë grada të larta në xhenet thirren, ata ftohen dhe ata vinë përpara. Njerëzit e xhenetit vishen me rrobat e tyre më të bukura, vën stolimet e tyre. Ata janë tashmë të bukur, por atë ditë bëhen edhe më të bukur. Pastaj hynë në luginë dhe ulen atje, në paqe dhe qetësi. Allahu dërgon erëra. Ato erëra marrin myshk nga kodrat e myshkut dhe e shpërndajnë mbi njerëzit. Çdo frymëmarrje bëhet një dhuratë. Dhe në atë moment Zoti ynë i urdhëron ëngjëllit quajtur Ridvan: O Ridvan, hiqe 70.000 velet midis meje dhe robërve të mi. Vizitorët e mi kanë mbërritur. Velet hiqen një nga një. Dhe kur njerëzit e xhenetit shohin xhemalin e Allahut, pa menduar, pa hezitim, bien në sejdë. Por Allahu me zërin e tij të bekuar, me kelamin e tij thot: ngrini kokat tuaja. Adhurimi ishte në botë, sejdja është adhurim. Ju jeni tani në tokën e shpërblimit. Kërkoni prej meje çfarëdo që dëshironi. Unë jam Zoti juaj që ju premtova në botë. Keni iman, bëni vepra të drejta, hyni në xhenetin tim dhe shihni xhemalin tim. Tani e kam përmbushur premtimin tim, e kam përfunduar favorin mbi ju. Kërkoni. Njerëzit e xhenetit përgjigjen me një zë: O Rab, kërkojmë redhan tënde. Allahu thot: unë jam tashmë i kënaqur me ju. Kjo është arsyeja pse fshiva mëkatet tuaja, mbulova veprat e tua të këqija. Ju solla afër meje, ju lash të shijoni ëmbëlsinë e kelamit tim, manifestova nurin tim mbi ju. Ky është vendi i bujarisë sime. Tani kërkoni. Njerëzit e xhenetit kërkojnë, ata dëshirojnë, kërkojnë për atë që u vjen në mendje. Ata madje kërkojnë për atë që nuk u erdhi kurrë në mendje. Dhe vjen një kohë kur dëshirat e tyre përfundojnë. Në atë moment, Allahu thot: tani vendos redhan time mbi ju. Nga tani e tutje, nuk do të jem kurrë më i zemruar me ju, përgjithmonë. Këto fjalë janë lajmet më të mëdha të mirë që mund të dëgjohen ndonjëherë në xhenet. Dhe pas çdo takimi të tillë, Allahu me hirin dhe bujarinë e tij i rrit dhuratat e tij. Një pallat shtohet në pallat, një ndërtesë në ndërtesë, rritje, rritje, rritje. Njerëzit e xhenetit bëhen aq të mbuluar në nurin e Allahut, sa kur kthehen edhe shërbëtorët e tyre nuk mund t'i njohin. Ata thonë: ky është ky i njëjti person që doli sapo? Kjo është arsyeja pse njerëzit e xhenetit presin për të premten më shumë se çdo gjë tjetër. Sepse atë ditë ka një bekim mbi të gjitha bekimet. Ajo ditë është dita e qenit më afër Allahut. Dhe sa shpesh Allahu do të shihet varet nga niveli që një person ka në xhenet. Sa më i lartë niveli, aq më e madhe afërsia. Bukuria natyrore e xhenetit është shumë përtej çdo gjëje që kemi parë ndonjëherë në botë. Ka pemë të panumërta, secila me bukurinë e saj,
por midis tyre ka një pemë që qëndron veçantë nga të gjitha të tjerat, pema Tuba. Fjalët nuk janë të mjaftueshme për të përshkruar madhështinë e saj. Duhesh të hipur një kal dhe të udhëtojesh përgjatë trungut të saj, pa ndaluar. Do të duheshin 100 vjet për të shkuar nga një ekstrem në tjetrin. Pema Tuba është aq e gjerë sa degët e saj arrin çdo nivel të xhenetit dhe ato zgjaten deri në shtëpitë e njerëzve të xhenetit. Kështu që të gjithë ndajnë bekimet e saj të pafund. Një bukuri unike e xhenetit është lumi Keuther i dhënë veçanërisht Resulullahut. Ky lum është më i bardhë se qumshti, më i ëmbël se mjalti. Uji i tij fillon të rrjedh nga poshtë arshit. Nga andej arrin në Sidretul Munteha, pastaj përhapet në Xhenetul Ala, në Firdeus dhe në të gjitha nivelet e xhenetit. Kështu që Keutheri nuk është vetëm një lum, është rrjedha e vetë mëshirës. Dhe tani vjen Keutheri, era e këtij lumi, shija e këtij lumi. Ato janë shumë përtej çdo gjëje që mendjet tona mund të imagjinojnë sot. Nuk i ngjan asnjë gjëje që kemi shijuar në botë, asnjë ere që kemi njohur ndonjëherë në botë. Por Keutheri nuk është lumi i vetëm në xhenet. Në xhenet ka lumenj uji që nuk prishen kurrë. Shija e tyre nuk ndryshon kurrë. Era e tyre nuk ndryshon kurrë. Qartësia e tyre nuk zbehet kurrë. Ka lumenj qumshti shija e të cilit nuk ndryshon kurrë. Kënaqësia e gëllënkasës së parë mbetet saktësisht e njëjtë përgjithmonë. Ka lumenj vere që zjellin kënaqësi pa dehur kurrë, dhe lumenj mjalti më të pastër, më të ëmbël se çdo gjë që njihet. Dhe përveç këtyre, ka lumenj të tjerë, selsebil, tesnim, kafur, secili me një shije unike, secili me një bekim të veçantë. Këto lumenj rrjedhin nën pallatet e xhenetit, rrjedhin nën kopshte, rrjedhin në rrugët e arta, rrjedhin në çdo kënd të atij mbretërie të përjetshme. Dhe çdo herë që pin nga këta lumenj, çdo herë që lë ujin të preks gjuhën tënde, ndjen gëzimi përfshin shpirtin tënd. Një gëzim që nuk mbarojnë kurrë, një gëzim që vazhdon të rritet përgjithmonë. Edhe pemët e xhenetit janë të ndryshme nga ato të botës. Trungjet e tyre janë të arti, degët e tyre janë të argjendi, gjethet e tyre janë si smeralde, frutet e tyre janë si margaritar dhe rubine. Dhe kur i shikon ato, kur shikon atë pamje, kur shikon atë shkëlqim, zemra jote mbushet me një lumturi që nuk e ke ndjerë kurrë, sepse çdo gjë që shikon, çdo gjë që prek, çdo gjë që ndjen, të kujton se je në vendin që Allahu përgatiti për ty, të kujton se je në shtëpi, të kujton se je më në fund atje ku ishe krijuar të jesh. Ton, hir në pamjen ton. Me çdo moment që kalon bëhemi edhe më të bukur në sytë e bashkëshortëve tanë. Por ndoshta një nga gjërat më të bukura për xhenetin është kjo, të kujtosh. Kujtojmë jetën tonë në botë, ditët që jetuam, provat që kaluam, vështirësitë që duruam, dhe atje me miqt që duam për hir të Allahut, me antarët e familjes që u dha xheneti, bashkohemi, ulemi, bisedojmë, rilidhemi. Kurani gjithashtu na tregon këtë të vërtetë. Kështu që xheneti nuk është vetëm një vend bekimesh, është gjithashtu vendi i ribashkimit. Gjithçka që është përshkruar është vetëm një pjesë e vogël e asaj që na është thënë për xhenetin. Dhe një person nuk mund të mos mendojë, edhe dëgjimi i këtyre bekimeve është i bukur, sa të këndshme ndjehet për zemrën. Por dije këtë, dëgjimi nuk është i mjaftueshëm. Imagjinata nuk është e mjaftueshme. Bukuria e vërtetë është ta jetosh atje. O xhenet, nuk është vetëm shpërblimi për vepra të mëdha, por edhe për veprime që duken të vogla, megjithatë vijnë nga zemra. Donjëherë është një sejdë, donjëherë një lot, donjëherë një vepër e vogël mëshire. Resulullahu alayhi salam na thot: puthja e një fëmije duket thjesht, por nuk është. Çdo puthje e ngrej një person me një nivel në xhenet, dhe distanca midis atyre niveleve është si një udhtim prej 500 vjetësh. Ëngjëjt i numrojnë ato puthje një nga një dhe i shkruajnë secilën si një shpërblim në librin e veprave. Kështu që ndonjëherë një puthje pafajshme e vendosur në faqen e një fëmije bëhet një çelës që e ngrej një person më lart në xhenet. Ka edhe një portë tjetër, porta e jetimit. Nëse një person merr një jetim nga muslimanët, e sjell në shtëpinë e tij, e ushqen, i jep të pijë, kujdeset për të, dhe për sa kohë që nuk bën një krim të madh të pafalshëm, Allahu me siguri do ta vendosë atë person në xhenetin e tij.
sepse Allahu i do robrit e përullur, ata që adhurojnë, ata që kontrollojnë nefsin e tyre, ata që mbrojnë veten nga dëshirat e ndaluara, por veçanërisht ata që tregojnë mëshirë ndaj jetimëve dhe të dobtve, ata që mbrojnë jetimët, ata që kujdesen për vejushat, u është premtuar se do t'jenë në mbrojtjen e veçantë të Allahut në ditën e gjykimit. Thuhet qartë, kushdo që tregon mëshirë, do t'i tregohet mëshirë. Dhe ka një paralajmërim shumë të qartë. Kushdo që nuk tregon mëshirë, nuk duhet të presë mëshirë nga Allahu. Por rruga për xhenet nuk hapet gjithmonë me një rekord të përsosur. Ndonjëherë, edhe mëkatet mund ta sjellin një person më afër xhenetit. Resulullahu tha, ka një rob që hyn në xhenet për shkak të mëkatit të tij. Sahabët janë të befasuar. Si mund të jetë kjo, o Resulullah? Pyesin. Ai shpjegon se ai rob bën një mëkat, por pastaj ndjen keqardhje të thellë. Ai nuk e lë atë mëkat të iki nga shikimi i tij, e përul veten me të, nuk bëhet arrogant, nuk e harron, dhe me këtë gjendje hyn në xhenet. Në atë moment shejtani thot, dëshiroj të mos e kisha çuar kurrë në atë mëkat. Në një skenë tjetër, në ditën e gjykimit, dy burra takohen. Njëri e pyet tjetrin, si është gjendja jote me Allahun? Tjetri përgjigjet, kam vetëm një vepër të mirë. Çfarë për ty? Ai përgjigjet, më duhet vetëm një vepër e mirë për të hyrë në xhenet. Burri që ka veprën e mirë mendon dhe pastaj thot, merr veprën time të vetme të mirë, hy në xhenet me të, unë ashtë më i po shkoj në xhehenem, nuk ka nevojë që të dy ne të shkojmë atje. Dhe në atë moment të sakt, Allahu thëret, çfarë bëre për mikun tënd? Burri përgjigjet, o Rab, ja dhash veprën time të vetme të mirë, në mënyrë që ai të mund të hyjë në xhenet. Allahu thot, sa bujar je, por më bujar jam unë. Pastaj Allahu thot, thërris mikun tënd, hyni në xhenet së bashku, ju fala mëkatet e të dyve tuaja. Dhe një skenë tjetër, në ditën e gjykimit, Allahu urdhëron që një rob të merret në xhehenem. Ndërsa robi po merret, ai ndalet për një moment dhe shikon pas. Ai thot, kjo nuk ishte shpresa që kisha për Allahun. Allahu pyet, cila ishte mendimi jut për mua? Robi përgjigjet, besoj se Rabi im është Rahim dhe Gafur. Pastaj Allahu thot, ky rob kishte një opinion të mirë për mua dhe unë, me siguri, do ta vendos në xhenetin tim. Ky është xheneti, jo vetëm për të pametët, por ata që pendohen, jo vetëm për të fortët, por ata që tregojnë mëshirë, jo vetëm për vepra të mëdha, por për zemrat sinqerta. Dhe ndonjëherë, ajo që e merr një person në xhenet është shumë më e vogël se sa mendon, por në sytë e Allahut është shumë e madhe. Një rob përballet me një nga provat më të rënda të botës, fëmia e tyre des. Në atë moment, jo vetëm toka, por edhe qiejt gjithashtu dëshmojnë. Allahu u thot ëngjëjve, e morët shpirtin e fëmijës të robit tim. Ëngjëjt përgjigjen, po. Allahu pyet përsëri, e morët frytin e zemrës të robit tim. Ata përgjigjen përsëri, po. Pastaj Allahu pyet, çfarë tha robi im? Ëngjëjt përgjigjen, ai të lavdëroi dhe tha, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Në atë moment Allahu thot, atëherë ndërtoni një shtëpi për robin tim në xhenet dhe emërtoni atë shtëpia e lavdërisë. Ky është shpërblimi i një zemre të durueshme. Fëmijët e besimtarëve që desin përpara se të arrijnë moshën madhore mbeten në xhenet për gjithmonë. Por sa të pastërt, në një formë të dinjitetit të xhenetit, si fëmijë që nuk plaken kurrë. Kur prindrit e tyre hynë në xhenet, i gjejnë në krahët e tyre një ribashkim pa ndarje këtë herë. Ata fëmijë bëhen një burim gëzimi të përjetshëm për prindrit e tyre. Dashuria që u la e papërfunduar në botë plotësohet atje. Të mbash një fëmijë, të duash një fëmijë, ajo ndjenjë më e butë jetohet në formën e saj të përsosur. Kurani i referohet kësaj të vërtet me këto fjalë, fëmijë që nuk do të plaken kurrë. Kjo është një lajm i madh i gëzimit për zemrat të testuara me dhimbje. Mbajni mend, kjo botë është një vend i shkurtër dhe i përkohshëm i provës. Shtëpia e vërtet është xheneti.
Zoti ynë ka treguar qartë rrugën që çon atje, iman dhe vepra të drejta. Xheneti nuk është një shpërblim i rastësishëm, premtohet për ata që i kthehen Allahut, shmangen nga ajo që është ndaluar, vazhdojnë adhurimin e tyre dhe jetojnë me karakter të mirë. Donjëherë, nëse një person do të dinte të vërtetat të caktuara, do të shihte jetën shumë ndryshe. Por ne e dim këtë, si besimtar, jemi të fortë duke bërë dua për njëri tjetrin. Kështu që ejani, le të bëjmë dua për veten tonë, për të dashurit tanë dhe për të gjithë muslimanët. Allahu na fal, ai na ribashkoft me të dashurit tanë në xhenet. Allahu ju nderoft ju, të dashurit tuaj dhe të gjithë muslimanët me Firdeus, xhenetin më të bukur. Ai ju dhat udhëhestim atyre që nuk besojnë dhe ai ju dhgoroft ata në vendet më të bukura të xhenetit me selam dhe dua.